Pejgamberi alayhi salatu të ndërrozë para se mu pejgamber, e ka pas punë mirë ekonomikisht apo jo? Mirë ka pas, ka bo tregti. Hatidja ka qenë për të pasurave. Edhe Hatidja të ndërrozë, sinqerisht, nga begatit më të mëdha që Allah ja ka dhënë pejgamberit është Hatidja radhiyallahu anha. Kjo grua është, sinqerisht, e pa imagjinueshme, atë çush mund të konë një grua që kështu ato. Se ta është e përzgjedhur. E pa imagjinueshme, çush i ka shërbyer pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fshat ka Allahu ailen fagna, të ka pasur me grua, edhe kjo pasuri. Të ka pasur me grua. Të ka pasur Allahu xhalla xhelaluhu me autoritet. A ke pas me ka autoritet po? As-sadiqul amin. Asnjë se ka pas amin që është veç ti. Ka pasur Allah edhe autoritet është pasuri. Po me parat ka pasuru. Kush e kon? E kon çoban, ka rujt dele për me hongër buk. A ka rujt dele? Pejgamberi ka rujt delet e kurajshme për mujt me hongër buk. Pasi Allah ka pasuru me gruan. Gruaja është pasuri. Gruaja është pasuri. Po ajo që realisht është e formuar në udhëzimet e fesë. Ajo gruaja e cila e ka për një menon Hatidjen radhiyallahu anha, është gruaja e pasur shumë. Është pasuri e madhe me pasur si nona atë. Sinqerisht, është pasuri e madhe si nona me pasur atë. Hatidja radhiyallahu anha ngozër i ka shërbyer pejgamberin sa deri në frym fundit atë. Deri në frym fundit. Edhe shërbimi i cili të mahnit Allah, të mahnit çfarë shërbimi ka bëu. Ti a ke vetë në herë për shembull kur është vetmu pejgamberi sa në shpellën Hira. Po, kush e ka që bukën atje? A ke vetë në herë? A ke pa ku është ajo shpellë? Sot për turizëm më ungjit shpirtit del, veç për qef, elbet, më ungjit. Edhe atë një herë, mrena, dohon 10 ditë sarrën atja, 2 javë, më ungjit. Edhe përse është e lecume, e ka rregullu rrugët, është halajnë të rregullu, mund me pa një shishe ujtë ftaf që to, në termos në gjapkejt me të nga mjetët më ungjit nalt, edhe për qef me shku, për kurreshtje. Hatidja ditë për ditë, është në gjitë me bukë, me që burit vetë në shpellat jam. Tja menën, kush e ka që bukën pejgamberi? Hatidja ka që bukën. Se që shtu ka thonë vetë. Sa i ka pas Hatidja radhiyallahu anha kur e ka që bukë pejgamberi në shpellë? Llogaritën se ka pas. Ka pas 60 vjetë. A kuptut? Se pejgamberi, kjo përsema është shpallë. Nëse ka qenë 40 vjeçare kur është martu, e kjo i ka arë pejgamberi sa mas 7-18 vjetë, apo shpallja, i bjenë sa i bjenë të nuzë. 57 vjetë, 60 vjetë i ka pas, që është bukë, burët vetë e qopë. Madje, disa djetarë kanë një dobi shumë interesant, me që henim të Hatidja, se kjo është pasuria, kjo është pasuri. Pejgamberi në Mekë të ndëzër, sa qika i ka pas? 4. Ka pas qikën, ka pas Fatimin, ka pas Kulthumin, ka pas Zainabin, Ruqayyen, ka pas 4 qika. Nuk gjenë të rësmetim dikon që qikat i kanë bu izmet. Përme që i ka bu izmet Hatidja radhiyallahu anha. Ska liu kërkush më u përzi në shërbimin e saj në burit saj. Unë i rigati këti njëri. Kur? Prandaj, Allah e ka shpërbly për që shërbim. Se që shërbim po dojnë sot me rëdzu, me eliminu. Që të me fut konfliktin, kush kujt i bën hizmet apëta. Nuk kjo hizmet i argatlëkut. Po kjo është plëtsim njëri me tjetërin. Se dhe buri shërbim grust, edhe është argat, hamal, bon, edhe aj. Ama dojnë me fut, kush kujt duhet mja bogati drejken? Kush kujt duhet mja qitë kafën? Tendenca për me e njëllos bukurin e dashurisë bashkërtore. Të ndrumë vëzër, veç në fund një semi të reguave, se kjo është ders i gatë, që që i ka bu hizmet, Hatidja pejgamberit të ka ders. Ama ja ka pagu Allah në dënja, para ahiret të thëmë, motër e ndrume. Sikur të transmetën Bukhariu në Sahihun e tij. Hatidja konë të jabru bukën pejgamberit më shika. Bukë ka konë të bru. Hala, mur, kjo ka qenë të mëhon, para se me vdek. Para se me vdek, ka pëtën. Në qatë mosh i ka bu hizmet atë. Ka arë Gjibrili ka thonë, hadi Hatidja muqbile, oshtuar Hatidja, radhiyallahu anha. Shikoni të nëvëzër, Hatidja s'ka qenë të u falë.
S'ka qenë të u falë, s'ka qenë të botë të spi, të zukur, ka qenë me tabak në dorë, o fjedhja i dam, ka pas një qorë bëndorë të jaqu pejgamberit, salsam ja ka bo gati burit saj. E që të ka thonë Gjibril në mo, tash, o mosh mo, ka thonë, hadi i Khadija mukbile, ashtuar Khadija, të regoj se Allahu po i bën selam, edhe i ka pregadit një palat në gjennet, ku s'ka lodhje në të, se balje lodhë, jenë gjitë kodrave, e ke ngajt mastije, bobuk, këna me shpërbly me një palat, ku tash kimo shërby, s'ka lodhje. La në sabefija, wala, pasab. S'ka në të lodhje, as s'ka mangësi, as s'ka smunje, s'ka kurgjë, s'ka pleshni. Shpërblim? Në dunja, pse? Ka mujtë kjo shpërblim me jarë e në sejgjde, apo, a ka mujtë? Ka mujtë kjo shpërblim me jarë e ja, në të hijatë, ka mujtë me jarë. Ku i ka arë përgzimi, edhe kjo është dhe me thonë se, i ka arë përgzimi, ajo tabaku në dorë, ka që mburit vetë bukën me hongra, që aty ka arë përgzimi, edhe, a është kjo rasishme, që tu ka qëllu, ka mujtë me qëllu edhe, tu hongër bukë, ka mujtë me qëllu, tu pi kafe, ja, sa. Edhe ajnë me gjithë që ju konë, i ka thonë, pejgamber sa hadithi për 70.000 vetë, apo, kanë me i në gjenet 70.000 vetë, për umetit tem, të cilët, smirën pyte i qapën. Që aty ka qëllu, ka që rasisht, ja, sa rasisht, ka mujtë këtë hadith pejgamber me thonë 100 herë, e ka ditë ku me thonë, se kjo sështë fe e rastis, kjo së fe që e menagjan pejgamberi që ka me thonë, jo. O bëjgjë dhe kjo dalen, feheda, ajtë ullëzën ku me thonë, ajtë ka ullëzovën. Andaj, të nëzër, kjo është pasuri, për një burë, një grua e respektushme që e dëgjane, e ndihmane, i shërban, është pasuri, që do të me e vlerësu e me konë mirë njësë. Jo me kërku njëri me symbol, gura i bo një zmet ati, a i thot, e pse ti s'den me punu dykon, me i bo zmet dikuj tjetër. Një begati që ndore ka e këshur me hu për përfitimet dunjohës. Nga se bukuria është në plëtsim, e kemi cekë, jo në konkurencë, po në plëtsim. Ato që ka nuk mund me bo buri, du të gruja me bo. Ato që ka sune bën gruja, du me bo buri. Gjithve e ka për Allah Gjellewala ka një aftësi, ka një mundësi që këta plëtsohen, që kështu plëtsohen dhe kështu kontribojnë bashkë, po jo konkurojnë, jo që përplasen edhe bojnë jetën garë, kush e ma dominant, kush ka ma tepër, e kush... Kësë është jetë, kësë është pasuri, kjo është varfëni bashkëtore, nuk është pasuri bashkëtore. Pasuria bashkëtore është në bashkëpunim, në mirë njohje, në mirë kuptim. Po, që kjo pasuri, kur vjen burri nga shpella, nuk di që e ka ndodhë, thot, zdi që ka të ka ndodhë, po ty Allah s'të hupë kur. Që kjo për krahja, që kjo pasuria, o vajgjet e ka ailen fagna, të ka vëgjet edhe të varfën, s'ka pas babë, s'ka pas tonë, të ka nëpë një grutë, keti ka kompenzua, që kjo është agna, të ka pasur Allah me grutë, të ka pasur Allah me pasun e saj, me autoritet, agna, Andaj, një Allah që ketë qështu kujtës për keti ka dhonë, që ka dhush për ta, që ka dhush për ta,